3 muajt e parë nuk i harroj. Thoja ç'a duam këtu. Përshëndetje, unë jam Jonida dhe unë jam shqiptare. Me origjinë jam nga Dibra. Kam ardhur si shumica e shqiptarëve me llotari para 9 vitesh. Thoja që zota lë vendin tim kurrë. Pasi atje po studioja për mësuese. Edhe isha për gjyletërsi dhe çdo gjë që studionim ishte atë mos e li vendin tënd. Kur erdha, me thënë të drejtën, isha what the hell I'm doing here. Por po i thoja vetes time që është një mundësi, sepse unë kam jetuar 3 vitet e fundit para se të vija në Tiranë dhe po punoj aty. Dhe thjesht të ecësh drejt në Tiranë dhe të futesh në autobus plot, është ajo pjesa ndjesia. Unë ç'a do këtu më vlla, mos duhet bëj diçka më mirë. Tani para 1 viti gjysmë më kanë ardhur prindërit. Ishte gjëja më e mrekullueshme. Tani janë këtu, të dy punojnë me mua. Është ajo përplasja, unë kam 20 vjeç që jetoj me ata, me thënë të drejtën. Edhe është ajo përplasja e kulturave, është sa e bukur, sa interesante, sa edhe një herë unë dua t'i shoh sa më perfekt dhe mundohem t'i jap sa më shumë informacion. Po nga një herë është çfarë është. 3 muajt e parë nuk i harroj. Thoja ç'a duam këtu. Por duhet ta ndash mendjen. Një njeri duhet sakrifikojë për pjesën tjetër dhe duhet ta ndash mendjen, je këtu dhe të ecësh përpara. Vërtet po qaj, por jam ndër ato pak shqiptarë që dua Amerikën, se të jep shumë mundësi. Siç të thash, unë isha edhe në Tiranë, po mundohesha, po nuk. Dhe gjëja që më ka prekur vërtet shumë ishte kur unë erdha këtu, do ktheva nipim ishte 2 muajshe. I thoshte motra, takoje tezën, ai vitet e kul, po te motra tjetër. Ishte goxha e dhimbshme.